Kreu i SPAK Altin Dumani ka folur në kuvend mbi fondet e IPARD, edhe pse ka 2 vite që po hetohet kjo dosje, deri më tani nuk ka asnjë konkluzion. Ish deputetja Elda Hoti, që kishte dorëzuar disa pyetje mbi këtë temë, ka pyetur drejt për drejt Dumanin nëse po hetohet ish ministrja Frida Krifca. Ai paralajmëroi se po hetohen të gjithë ata që kanë zhytur duart, por u justifikua se janë kushtëzuar të bashkëpunimi me autoritetet e BE-s. A ka ndonjë procedim penal në lidhje me abuzimet e mundshme në fondet e IPARD në Shqipëri? Po, ka regjistruar një procedim të tillë dhe e kam pohuar edhe në Komisionin e Ligjeve, por është bërë edhe një deklarim publik nga ana e prokurorisë së posaçme. Çështja është në hetim dhe po bashkëpunohet ngushtë me OLAF dhe me zyrën e prokurorit publik evropian, me OLAF kryesisht si iniciues të këtij procedimi. Pse nuk po hetohet Frida Krifca? Të garantoj se në ato procedim penal do të hetohet çdo person i cili dyshohet se gjatë kryerjes së detyrës ka kryer veprime të kundërligjshme. Është një çështje prioritare, thash. Kushtëzohemi nga bashkëpunimi me autoritetet e huaja, se në rastet që lidhen me ministrat e qeverisë, si në rastin e Krifcës, nuk ka asnjë reagim publik apo veprim të menjëhershëm nga prokuroria e posaçme, ndërsa për rastet që përfshin opozitën, veprimi është i menjëhershëm dhe i zëshëm. Ky është një vlerësim i juaj, zonja deputete. Ne jemi të ftohtë në hetimin e çështjeve penale. Nuk na intereson se nga cili kamp politik vjen subjekti i veprës penale. E rëndësishme është të sigurohen provat dhe të ngrihet një akuzë suksesshme.